shqyrtimi të kodit të sjelljes dhe etikës profesionale për nënpunësit e administratës në sistemin gjyqësor. Ja kaloj fjalën kryetares. Faleminderit profesor. Kodi i sjelljes dhe etikës profesionale për nëpunësit në administratën e sistemit gjyqësor është një dokument i cili përmban rregulla të detajuara, objektivat e cilat kanë për qëllim të përcaktojnë rregullat e etikës në punësve në administratën e sistemit gjyqësor, me qëllim me ruajtë dinjitetin dhe imazhin e sistemit gjyqësor, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e besimit të qytetarëve në punën e gjyqësorit, i cili është drafti i hartuar në bashkëpunim me njësinë e inspektimit gjyqësor, zyrën ligjore dhe Departamentin për burime njerëzore në Këshill. Dispozitat e këtij kodi janë të detyrueshme për gjithë nëpunësit në administratën e sistemit gjyqësor, i cili përfshin nëpunësit civil të punësuar në Këshill, nëpunësit civil të punësuar në sekretariat, po ashtu edhe ata të sekretariatit panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe për të gjithën nëpunësit e punësuar në gjykatat e Republikës së Kosovës. Nëpunësit në administratën e sistemit gjyqësor gjithashtu gjatë ushtrimit të detyrave të tyre sipas këtij kodi janë të obliguar t'ju përmbahen edhe parimeve të përgjithshme, siç janë parimi i ligjshmërisë, mos diskriminimi, integriteti, mirësjellja dhe etika, besnikëria, efektshmëria, efikasiteti, pamësia, pavarësia, transparenca dhe gjitha parimet të tjera bazë. Drafti i kodit e përcakton mirësjelljen e nëpunësit ndaj udhëheqësve dhe anasjelltas, sjelljen e nëpunësit me zyrtar tjerë, si dhe sjelljen e nëpunësit në raport me mediat, duke siguruar që të veprojnë me respekt, ndershmëri, profesionalizëm në të gjitha aspektet e komunikimit, si në aspektin e komunikimit të brendshëm, po ashtu edhe në aspektin e komunikimit të jashtëm. Përdorimi i informacioneve të besueshme dhe i rregullave etike gjatë marrëdhënieve me mediat është po ashtu një nga aspektet e rëndësishme këtij kodi për të ruajtur integritetin dhe reputacionin e sistemit gjyqësor. Dokumenti ka për qëllim e promovu një kulturë bashkëpunimit dhe respektit ndërsjell mes gjithë punonësve dhe udhëheqësve, duke shmangur çdo formë të diskriminimit, trajtimit pa drejtë ose të sjelljeve që mund të krijojnë pakënaqësi në ambientet e punës. Po ashtu është para pa përdorimi i rrjeteve sociale, është njëra ndër çështjeve specifike të cilat e përmban ky akt nënligjor, duke sqaruar se nëpunësi nuk mund të publikoj, komentoj apo shpërndaj informata zyrtare në rrjetet sociale lidhur me vendimet, rastet gjyqësore apo çfarëdo pune që lidhet me sistemin gjyqësor, e cila mund të cënoj sigurinë e institucionit dhe të nëpunësve. Kodi përfshin edhe një deklaratë përkatëse e cila duhet të nënshkruhet nga nëpunësi në momentin e nënshkrimit të kontratës për aktemrimin, për të konfirmuar se ka pranuar, respektivisht është i njoftuar me kod. Po ashtu edhe ky dokument me qëllim të rritjes së nivelit të transparencës është ekspozuar në periudhën e diskutimit publik. Nuk kemi, është përcjell po ashtu edhe të anëtarët e Këshillit Gjyqësor, nuk kemi marrë ndonjë koment apo sugjerim, vlerësojmë si komision se janë shtërë të gjitha mundësitë e diskutimit, prandaj nëse nuk ka ndonjë pyetje apo sugjerim, mendojmë se i njëjti është i gatshëm për atë. Faleminderit. Faleminderit kryetare. E hapi diskutimin, ka dikush në këtë moment, të qëse nuk ka komente, pyetje. Sigurisht e përgjërë komisionin dhe për këtë dokument të rëndësishëm që lidhet me kisha qytë me reformën e administratën gjyqësore, në veçantë ka rëndësi për shkak se ne përveç se kemi një numër të madh të punësuar në administratë, kemi pashtu një numër të zyrtarë të ri që janë bërë pjesë e administratës dhe që realisht nuk kanë bërë njëri të dura për mirësjelljen e administratën gjyqësore, shpresoj që ky kod ka me i kontribu po ashtu substancë rritjes së integritetit të sjelljes gjyqësore në përgjithësi,
por njëkohësisht edhe të përgjithësisë dhe efikasitetit në gjykata. Nëse nuk ka dikush diçka që në votim me ratimin kështu për kundër abstenim nuk ka miratuar të ndryshëm. Edhe si komision, po ashtu edhe në konsultim, edhe në bashkëpunim, edhe në shqyrtim me të gjithë anëtarët e Këshillit, kemi ardhur në konkludim që duhet të kemi një vendim i cili përmban vlerësimin e performancës së krejtë kategorive të anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, i cili përmban periudhën e vlerësimit të performancës, po ashtu përmban burimet e informacionit, kriteret, këtij vendimi i bashkangjitën edhe formularët në të cilët janë të përcaktuar qartë kriteret e vlerësimit të performancës, duke përfshirë edhe poentimin, dume e potencu që edhe shkallët e vlerësimit edhe kriteret janë në një linjë harmonike edhe me vlerësimin e performancës gjyqtarëve në sistemin gjyqësor. Vendimin e kemi pranuar të gjithë. Mendoj që jam shterë edhe këtu të gjitha mundësitë e diskutimit edhe me të gjithë anëtarët e Këshillit Gjyqësor, të gjithë kemi pas mundësi me dhënë edhe komente dhe sugjerime gjatë hartimit të këtij vendimi, nëse s'ka ndonjë pyetje apo sugjerim, mendoj që edhe ky vendim është i gatshëm për miratim. Një prej vendimeve që është diskutuar besoj në mos konsiderueshëm rreth KGK-s, dhe që besoj që është me rëndësime të këtu dy gjëra, por është vazhdimësi e procesit që ne kemi pas më herët për vlerësimin e performancës së anëtarëve që në veçanë kanë përfunduar mandatin në Këshillin Gjyqësor, dhe dyta është një proces i cili do të vazhdojë këtë mënyrë deri në një akt të veçantë që lidhet me performancën e tërësishme të sistemit gjyqësor, i cili është njëkohësisht edhe rekomandimi standardeve të Këshillit të Evropës, por është edhe pjesë e reformës që si akt sigurisht vjen pas miratimit të pakës së reformës. Prandaj në këtë rast besoj që është zgjidhja e duhur propozimit dhe opsionet që janë dhënë për vlerësimin e secillit anëtar, me burime krejtësisht kredibile vlerësimit dhe njëkohësisht edhe me sistem krejtësisht analog me vlerësimin e performancës së gjyqtarëve. Është i rëndësishëm ky proces edhe për faktin se sistemi gjyqësor, në këtë rast në Këshillin Gjyqësor, disa nga anëtarët edhe kanë të suspenduar pozitën e gjyqtarit për periudhë të gjatë, pra sa shërbejnë në komisionet permanente apo në pozitën e kryesuesit dhe zëvendës kryesuesit. Po ashtu për shkak të zhvillimit të punës që ka ekzistuar në periudhën 2025, kemi edhe dy anëtarë që në fakt me vendim të KGK-s janë të angazhuar me rol pilot brenda KGK-s, dhe në këtë rast edhe për këtë shkak që ne nevojshëm që të kemi një akt për vlerësimin e performancës së anëtarëve të KGK-s. A ka dikush ndonjë çështje? Nëse ju është votim kështu për kontrastet e s'ka mirë të